i themi ne që s'dim anglisht. Na ka premtuar UKT, Ujësjellës Kanalizime Tiranë, që brenda datës së sotme, pra në 30 shtator, vjen ujë. Vjen ujti. Vjen ujti dhe jo vetëm që vjen ujë. Erdhi ujë. Fiks. Dhe jo vetëm që vjen ujë, por do të rregullohet dhe një skandal që ndodh prej 2 muajsh në Shkozë, miq të dashur, kur sasi të çmendura ujit të pishëm shkojnë në lum, derdhen lum, shkojnë dëm. Sepse vetëm një pjesë e vogël te shtëpia e kolegut ton, se duhet jemi shumë transparent. Jo, ai është transferuar atje me shtëpi. Është transferuar me shtëpi. Nuk ishte banonte atje. Ishte nga ana tjetër e qytetit. Thjesht shkojnë në Shkozë për shkak se kishte ujë 24 orë pa ndërprerje, dëm. I cili është poshtë Unazës së Re dhe aty mirë që shkon dëm, mirë që i faturohet atyre të shkretëve. Po përmbyt dhe lagjen. Është drama e vërtet. Ka shkatruar. Po nisin edhe pakës shirat, nisë edhe ky episodi pak kontradiktor në vendin tonë të çuditshëm. Por ndërkohë një kthesë forte e ngjarjeve ka ndodhur edhe me çështjen Velia, i miq të dashur, i cili ka çuar vendimin e shokëve të tij që e tradhtuan, ja futën në shklyn. E ka quar në kushtetuese dhe duket se do të presim një vendim tejet interesant nga ana gjykatës kushtetuese, miq të dashur, në raport me palishmërinë apo ligjshmërinë, ku i dihet çfarë bën aki ëndra janë, bën aki dhe dalin, të vendimit për shkarkimin e zotit Velia. E kanë konsideruar një pjesë e madhe e juristëve të jashtëligjshëm, përveç juristëve të PS-s, të cilët çdo gjë që bën Rama e konsiderojnë të kulluar, të zgjuar, të mirëmenduar. Dhe një derë dhe privilegj. E vërtet. Duke qenë pranë ti. Përpos tyre kemi disa zhvillime të këndshme dhe në qytetin e Vlorës, cila do t'i prekim ditën e sotme. Vetëm një vlonjat mund ta bënte atë. Ose ndoshta të gjithë, nëse janë zgjuar. Vetëm një vlonjat mund ta bënte atë që të futej, të shpërthente derën dhe të ngatronte objektivin e tij. Tani shiko, si herë e parë, ishte mirë. Jo, e mbështesim plotësisht. E mbështesim aq shumë atë lëvizjet atë djalit Davidit. Madje edhe temën e ditës së sotme të telefonatave e kemi bërë kushtuar atij dhe të frymëzuar nga ai, pra si duhet reagojnë shqiptarët, ndaj gjithçka e po ndodh në vendin ton, nga ujki, dritat, ngrojat, ftojat, rrugat, taksat, biznesit, pronat, hapësira publike, ligjit, drejtat, policia, ushtria, spitalit, çfarë duash ti, shkolla. Edhe gjithçka tjetër, e me gjitha të prap, po si mo nuk u këthyen qik nga... Cik fare. Qik mo, ti mo. Cikës fare. Ti mo, sa ka PS-ja që është në Vlorë, po s'ka... Nja 5 vjetë mund të këtë qenë PD-ja në bashkinë e Vlorë. 5 vite, po. 90-95 edhe... Dhe më tej, po. Gjatë gjithë kohës. Pra që nga 24 a questa parte, thonë italianët, vetëm PS dhe aji nuk u këthyë mo në qik, nuk u këthyë mo. Kështu pak. Mirë, shiko, se ndoshta u intimidua pakës që në momentin e derës. Sepse vërtet ajo derë u shpërthye. Pse zgjasim kaq shumë? Ta shohim pakës. Ha pra, nga fillimi. Po ai shohë derën kokës. Gjithë mastrus do jetë. Avash, kemi që avash. Avash tjetër. Po avash. Nuk do të jap, kush. Se kemi një mastrus. Mastrus tjetër. Gjithë ka kemi për. Se sa kemi për. Ka 5 vjet kush po kërkojmë lekë tona ajo kur ai e bie. Jo, jo. Tash janë. Sa e marrë. Ja po ka do bëj. Çfarë bëni? Ti vini para, ti vini para. Ti vini para. Para sta. Para sta. Uno aty e le di shoj. 5 vjet mund të gjën në këta. Lera të mund. Hidrika. Si ka një jasë në shlie bojt në skaj. Nisë të të një garantisë. Jam plonjat dhe s'ka shansë e jeri në fort. Stop. Pësa e bukur, edhe në mes të lërimave, Davidi me Atirdi nuk kuptuan. Mua më pëlqeu. Sa vlonjate është kjo video? Është shumë. Do me thënë të te muzeu qytetit duhet futur. Kjo si komunikojnë vlonjatët me njëri tjetrin kur kuptohen dhe kur mirë kuptohen.
Jam shumë dakord. Davidi me atë shkojnë mirë. Në këtë dialog shkojnë mirë. Edhe një nga fillimi më se shumë e bukur guximi atij për të futur ashtu në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për të bërë akuzat dhe për të kërkuar drejtën e vet dhe për të kërkuar llogari. Hajde edhe një. Po kjo që ha derën kokës. Tash. Para një vlonjati dera duhet të hapet vet. Po. Gjithë mastrus do jetë. Po kjo që të direkt am, bashkë. Mastrus tjerë, ka pjesë vjetë, kushi po kërkojmë lekë tona e s'puna jetë njeri. Po jo ne. Tash ti vini o para, ti vini para, unë aty e letë t'i shojë. 5 vjetë ku të të gjënë e këta. Stop. Edhe një thirrje brillante. Ishte brillante, thirrja, qetësia e ruajtur, epitetet e zgjedhura. Po I tha vërini para atëherë. Po bra. Qoftë s'keni çfarë bëni, vërini para. Se ishte një pyetje që ndoshta zotëria mendoi se do ta vinte në vështirësi. Se çfarë do bësh? Po çfarë do bë? Vërini para njerëz. Vërini para dhe kjo shkon për të gjithë përfaqësuesit e opozitës, kudo, në çdo nivel, në çdo këshill bashkiak, në çdo sallë, në çdo kuvend, në çdo komision, vërni para. Madje edhe në Durrës. Meqense kemi trajtuar shumë situatën e shpensimeve aty, në zonën më të famshme. Vërni para, vërni para. Ose vërni para, ose si tha dhe Castro Zizo, ose ik. Ul kokën edhe ik. Me kokë ullur. Ose ik. Dakor, një na fluturoi një letër. 06927 22 është numri i telefonit në cilin mund të na drejtoheni gjithë ju bukurosha që jeni duke na ndjekur nga Syri Televizion. Lejohet për të. Çfarë këto fisi Belin dhe Ballukut? Ke drejt. Nuk e kemi privilegjin e. Si tha ajo, jemi fisi bukur, tha. Po mirë, tash edhe ndoshta janë. Na nxiti fotot Beqir Ballukut ore. Mbase mos ka qenë Brad Pitt I kohës së Enverit. Nuk e di, nuk e mbaj mend si di që ka qenë çik I mbushur kështu. Unë nuk e kam parë, të them drejtën. Kështu me uniform, ushtrie, një Beqir Balluku. Kujdes. Ta bëj një batut zez. Jo, nuk ta bëj. Ja, e mendova një të keqe fare, po të keqe shumë, po pa dashje. Një foto të Beqir Ballukut për të kuptuar sensin estetik të kësaj familje, jo foto të Habsburgve, se mos ngatrones, edhe ata janë një dinasti e madhe të njohur për tiparet e tyre fizike, për keq, kuptohet, ose si që një ndryshe, Nofla Habsburge. Po, kjo është. Ty Greta, se ti merr vesh nga bukuria e meshkujve. Hyn ke meshkujt e bukur kjo? Nuk po përqendrohem dot sepse po shoh që stilin e tij po të ma gjep. Më manet po përqen më shumë. Stili. Postura ndoshta dhe pakës për të dëshiruar, po kam probleme edhe vet, nuk mund ta gjykoj. Nuk do ta shoja bukurosh, por Rob Zoti pra, kaq. Nëse e mbesa mendon se I takojnë familjes Hadid për nga sensi estetik, megjithatë nuk kemi çfarë I bëjmë këtyre shijeve, do të ndjekim disa nga përplasjet më simpatike ditën e djeshme në kuvend, edhe pse nuk do donim të kishte përplasje simpatike, do donim atë që tha dhe djali nga Vlora, t'i vinin përpara. Tani të shohim mesazhet. Mirëmëngjes Syri, pse Amerika, paqë dashësja, e përkra Edi Ramën. Pse Europa nuk flet një fjalë të keqe për Ramën? Kush tha që Amerika e përkra Edi Ramën? Kjo është premisa e parë e gabuar. Apo nuk di gjë për çfarë bën ky dhe se kupton ç'kuptim ka diella. Mos janë të trashë apo dallojnë, po ky si tallet me ne, po tallet me të gjithë ndërkombëtarët, si ka mundsi. Ata janë fajtorët që po e mbajnë këtë fytyrë, veçanërisht nga Europa. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Si duhet e në të gjithë që duhet të pësit të dhe nga duhet si të përmarim, nga dera bashkis dhe dera popullit, dhe nuk është e këtyre kriminellave. Roja nuk të letë afro është 3 metra lartë. Po. Janë ca gjera
që këto po bëhen si ato kafshët dhe kohën e Enverit, keqe nona, se unë kam kaluar dhe kohën e Enverit, se jam 73 vjeç. Por vetëm një gjë të dim. Me këto që po i bëjmë popullit, ka një zot lartë. Ne të Durrësit na kanë bërë lënç. Kam fillu 25 shtëpi i kanë heq, me miqe, me shok, dhe unë që e kam shtëpi, ke vija e parë, që kam dyqan, po prishet shtëpia ime, do ta çoj dhe foto ta shofësh për 3 lule edhe 2 stola. E kuptoj. Pse? Se dyqacën e ka Petrit dhe Berita Kovaci, çuni drejtori të ujësjellësit. Po. Të janë banda, të janë kriminela. 2 pensionista të dalin në rrugë për të bërë lulishte që nesër ta bëjë hotel, zotnia. Ndoshta forcë nuk kemi, po forcën e shpirtit e kemi. Se jemi një mosh që kemi lidhur, kemi artu fëmijët, e jemi bo me 7 i përmbesa, edhe të rëndzirin jashtë të vdesin 2 herë të botës. Turp kënë. 27 milion kanë caktuar shpinun, vija e parë në xhiron e Durrësit. I thoi 64 metra katror. Ku do shkoj nona me 27 milion? Ku? Është një të merë, edhe kështu si unë janë shumë veta. Ku po e qomë të popull marë? Qa do bësh ti këtë vend marë? Po e shkatron marë, jo që familjet e vetra dursake. Ti rregulloj marë, ne kemi të rregullume, ti zbukurojë, si do kënë ngjyra. Po jo të na shembe, të na hedhi në rrugë të Zotit. Do pronën, më. Është turp, mëre Flavio. Po në shkrim, nuk është turp, turp është tjetër gjë. Turp është dalësh pa brek, kjo është shkrim. Po na le pa shtëpi. Nuk e di ç'a po bëhet. Po është e thjeshtë, do pronën tënde. Është lartë edhe i jep një drejtim, po ne me forcën e shpirtit, ashtu si e bëri Vlora, ashtu do bëjmë dhe ne. Edhe kemi filluar me kohë që po bëjmë greva, po do bëjmë dhe më keq se ai. Sepse nuk na dëgjojnë. Dakor. Është turp. Na mbylli derën më birinënës. Më shumë ka polica atje se sa ka zyrtar. Po jo kështu më birinënës. Hajde më sqaro. Pse thot doli ai e tha, kemi shku shtëpi me shtëpi. Ne nuk e njihshim atë për Flavio Barbir. Do bëjmë takime atë ti themi orë djalë. Këta në këshillit. Ti më njeh kemu ku jetoj unë. Ku ke arti shtëpia ime ti? Çfarë ke vendi mu? E më po si ishte nga Durrësi, si ishte nga Durrësi. Edhe është e pa besë. Se nuk kemi ke krahu arkeologjiku mëna. Kemi dhe letër të shoqëruar që nuk ka arkeologji. Qa du më to mëra? Që mos u ngopshin. Ka një zot lartë. Ama verë ne që jemi me 2 kam në tokë, do luftojnë deri pikën e fundit. Edhe të kenë turp dhe ka zot lartë, po thotë ndihmo vetëm që do të ndihmoj dhe unë. 2 nga 2 se kuptojnë që si do dur si më. E kuptoj zonjë. Dakor, faleminderit. Qa thot nona mos kam, qa them që përna dhe më shpirti, po jena smurë, birin në smurën më shumë, më shurëm smurën. Dakor, të faleminderit zonjë, mirëmëngjes Syri, ndoshta nuk ka lidhje me temën, por nuk mund të lë rastin për të falenderuar presidentin e Bangladeshit, zotin Bayram Begaj. Presidentin e Bangladeshit, zotin Bayram Begaj, SHTZ Bayram Begaj, që kujdeset aq shumë për popullin e tij Bangladeshas, që t'i punësoj dhe shkolloj në Shqipëri. Roft internacionalizmi proletar, roft populli shqiptar që braktis vendin e vet për hir të këtij internacionalizmi. Edhe më gjeni pak ato faqet e para të gazetave bangladeshase. Kemi dalë gazet? Barami, po. Wow. Edhe është një foto. Kjo po që është arritje. Një foto e Baramit të rregullu flokët, po kjo pashë si rregullon ai. Merr nga kjo favoritja dhe mbulon këtë. A kuptoj. Për këtë e merr ekipin e parukierëve në vetë gjithmonë. Normal, që. Po joni peçën, apo jo, s'ka lidhje. Dakor, pyet Robis si dihet. Sidoqoftë, kemi dalë në faqet e para të gazetave të Bangladeshit se po kërkojmë atje popull praktikisht. Punëtor dhe student. Se kaq është. Se dhe andej në Bangladesh po i përcjellin. Po i përcjellin se. Po atje kanë shumë ti se bëjnë nga 10 për kokë ata. Se çfarë do bëjnë gjithë ditë pa drita, pa ujë. Ne ikim ata vin. Ishte edhe kjo. Vetëm për para, apo jo, s'kishte lidhje. Ashtu. Edhe vallëzimi, lutem vallëzimi se është shumë frymëzues ajo. Vetëm për para. Edhe Taulan Balla e ka tentuar një kërcim, por nuk e bën dot aq bukur sa Edi Rama. Nuk e bën dot vezën. Nuk e bën dot vezën e Edit ai. Si kërcen Edi ka edhe kështu, ka bërë dhe kurs baleti.
Tani çdo gjë. Po jo, se të gjithë këto që martohen, bëjnë kurs, ke pasur që të vallëzojnë bukur atë natë. Është vërtet, të martohesh disa herë, ndoshta. Sa herë do e kesh bërë kursin, ke arrit ka filluar tek këto mbrëmjet latine rrezik. Nëse vazhdojmë me tjerë mesazhe miq të dashur, prit një mesazh nga Amerika, ç'na thot more? Ç'janë këto denoncime nga Amerika? Në Shëngjin nga drejtori Altin Gjergji është i hipotekës, ka marrë rrushfet për 2 milion euro të legalizoj pallatet. 2 milion euro! 2 milion euro! Altin Gjergji, na sillni këtë Altin, edhe ky do ketë shpinë ka ajo lagja ku në gjysma e vilave të sekuestruara. Po. Që super oferte ai. E blen shpinë, ta sekuestron shteti se i ke gjitha lek krimi. Po. E blen ai në ankant, e shet me vlerë tregu, bën 4 herë lek, nuk e di, brillante. Goxha strategji. Është shumë lart edhe ajo noterja, po megjithatë histori tjetër. Mirëmëngjes Flavi dhe Greta, një bravo për qytetarin që kërkon të drejtën e tij. Edhe një herë qytetarin, mbase zini mend, mbase zgjoheni. Se mëngjes është. Gjithë mastrus da e. Avash, kemi që avash tjerë. Kujtë po avash. Iku gjithë parkovës duke u marrë në gjënë tjetër. Ka 5 vjetë, kushë po kërkojmë lekë tona, e së puna e bjerë. Kushë, tash Unë aty e redë në bishoj 5 vjetë ku të të gjërën e këta Lerat e mu Hidrika Si ka një njëri jasë më shtu e bojt në skaj Kështë e vërëzit në vazis Jam nonjat edhe s'ka shanë se jeri në kohë Zodri, në boj njëri ka një në boj me mua Qaj që po të lemë Kështë e vërëzit një bashkë Edhe pse Davidi po komentohet më së shumti, duhet të përgëzoj edhe djalin që e shoqëronte Davidin. Që në momentin ku përmend situata që e kishte çuar Davidin në këtë pikë, filloi të reagonte shumë me gjuhën e trupit dhe më pëlqeu. Jo, u sqaruan palët, megjithatë u sqarua edhe Davidi pasi u shoqërua nga policia atje. Si mund të ndodhte? Pa letra, s'kemi çaj bëjmë, ndoshta kush e di, akuzat do të çuditshme. Mirëmëngjes. Sa për temën, duhet që të gjithë të ngrihemi si ideal për të marrë fatet e vendit në dorë. Kjo qeveria antikombëtare po e vërteton se çfarë idealesh ka, shuarjen e kombit shqiptar. Nëpërmjet televizionit tuaj, dua të them se populli duhet të ngrihet për ta larguar qeverinë kriminale. Respekte, dakord, mirëmëngjes Flav dhe Greta. Vendi ynë po kalon momente të vështira nga hajdutëria dhe arbitrariteti i pushtetit. E fundit është përplasja në Këshillin Bashkiak në Vlorë e Davidit. Shqiptarëve u ka vdekur nervi i protestës, madje Brekushja një herë u tall me shqiptarë duke thënë se nuk u ngrihet. Protestat janë të nevojshme, por mbizotron frika e mbjellur nga sultani ynë. Me lutje nuk fitohen të drejtat thotë Abazi nga Tirana. Perceptimi është edhe puna frikës. Është thjesht në kokën tënde, nuk është në realitet ajo gjë. Vazhdojmë me telefonat, alo, mirëmëngjes. Urdhro. Unë jam të më dheri në shkollë. Dakor, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Unë kam një problem me ujësjasën. Unë nuk kam ujës në 70, nuk kam ujës në. Si që në 70-ën? Përra? Si që në 70-ën? Qysh 90-ën. Që 90-ën? Pa, edhe kam bërë një 5 vërë anketën. Po pëse s'ke ujë? Qa thonë? Kur kërdojnë e markmohë dhe i tërë, ma ka për ujë. E ta gosë e mungat, që i funu se gërë të gjithë më kanë punet e i markmohë, dhe të të punet, edhe ma ka për ujë. Që se i ku e i markmohë dhe gjithë rime, nuk e në ujë. U të të rova me i bëqë, me ba shpimi, më bërë me vjallë, me shpim. Unë kam ujë me shpim. Po u i selë si në shkodre, mu më bënë me paguj 16.000 dhjetëra në muaj. E më kuptën, u i selë si shkodre, se jam anku të u i selë, se jam anku të bashkia. Bashkia thot, ta ka fut i selë si thot takë të rediktume. Kurse... A fut u i selë si?
kurse gjështë të bashkia, ma. Kurse ujësel që thëtë të vazhmit e të rama, Bo. Për shpyt bëllë e po. Më një asëm dhe e të shpret. Dëgjoj, do nisim gazetaren tonë aty. Se shpjet e buzve, në numër telefonit e tonë. Jo, e kuptoj, do e nisim gazetaren tonë aty. Angji, shënoj pak numër e zotërisë, lutem. Kam shku me dhe i përgjeci. Për ndrejtë sona, sot nuk kam që me po. Aja gruja dhe dera, ta dy të strute. Për mua gruja mirë, më prete tona, për kalon se djera ku vitin. Pretet për cilë? Ta vine shpisto, qisë, e me lamë të, për që me blu të vine shpisto, shku me shi shpisto. Dakor. Si shtash do angazhojmë kolegin tonë, zotëri? Jam me i kom invalid. Jam me dy unazë kronare bëme. O zotëri, po, e kuptojmë dhe ke shumë drejt, po nuk është se edhe po të mos ishe invalid, prap do kishe drejt, kishe ujë dhe mos rollateshe. Prandaj po të them që do të lidhim me kolegen ton të Shkodrës edhe do shohim këtë çështje. Dakor? Faleminderit zotëri, përshëndesim. Kolegët tanë, gazetarët e shkëlqyer të redaksisë dhe regjia jon, pasi ka mbyllur emisionin e të vëshpresës me Pilinçin, kanë gjetur faqen e Bangladesh News. Shivën çik në faqet të parë, në faqet të parë, urdhro. Sa bukur. Shivë, do thush ti çfarë thot. Kush e drejtin ti të lexoj nga këto, po versionin anglisht nuk e kishe? Jo. Nëse e imagjinoj. Morët originalin, shkoni drejt e mburimi, s'keni lave, fare. Foto shumë e bukur. Duket, normal. Një vënd me shumë milion banor që takon presidentin e një rrugice në Bangladesh, si që është Shqipëria. Po presim punëtor dhe student. Dakor, vazhdojmë me tjera mesazhe miq të dashur. Pa humbur kohë, si duhet të reagojnë shqiptarët? PD tash është lëçun shpinë Zeqines, Miles, Taulantit, Gogut e tjerë. Pra, PD me 50 mandate, PS tallet me ta. Okej, mirëmëngjes juve. Pas 12 vitesh, ndëshkimi mizor të demokratëve nga Edi Rama dhe rrugat shtetim, mbi 500.000 shqiptarë me dinjitet të reaguan kundër kësaj qeverie makabër. Pavarësisht se me zemër të thyer nga mbushja e listave të PD-s me miq të Lulbashës. Deputetët e sotëm të PD-s e opozitës turp të kenë që qëllimi kryesor kanë pasurimin individual pa respektuar sakrificat mbi njerëzore demokratëve. Rithemëlimi u fshin në qarkun Shkodër. Pse, sigurisht m'del kështu llogaria. Duke pas parasysh listën apo. Nëse ju duket Luciano Boçi, mik i Lulbashës, çfarë them unë pastaj? E kot që ta diskutojmë. Përshëndetje, indeksimi i pensioneve me 2.5% tallje nga një kryeminist mizor. Indeksimi aq shkon, rritja thuaj e munguar është tallje serioze. Ndërkohë të shohim pak ca zhvillime nga kuvendi, si thua, apo do të gjejmë lajme kryesore. Patjetër. Si stop kuvendit. Stop për momentin. Të shohim çfarë ka sjellë redaksia informacione, cilat janë zhvillimet kryesore deri në këtë çast dhe rikthehemi pastaj me agjendën. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ka qenë i pranishëm në takimin me kartelet e drogës në Aruba dhe është kthyer prej andej me një orë 400.000 euroshe me diamante dhe safir. Në konferencën me gazetarët, Berisha tha se Aruba është dëshmi flagrante e bashkëpunimit të qeverisë me organizatat narkoterroriste. Berisha tha se raporti i Dash faktoi ndikimin e drogës në ekonomi, ndërsa akuzoi një pjesë të diplomacisë ndërkombëtare se kanë mbështetur ngritjen e narkoshtetit. Kuvendi u përfshin nga debate pasi Partia Socialiste miratoi në mënyrë të njëanshme edhe kalendarin e punimeve, duke futur për diskutim 19 projekt ligje. Sekretari i përgjithshëm i PD, Flamur Noka, akuzoi mazhorancën dhe kryeministrin Edi Rama se po tallen me parlamentin, duke e kthyer vendin në një republikë kryeministrore. Mazhoranca ka përdorur forcën e kartonit për të bllokuar debatin për programin qeverisës. Pasi refuzoi kërkesat e opozitës për të diskutuar programin e kabinetit Rama 4, Partia Socialiste në kuvend përcaktoi në mënyrë të njëanshme kalendarin e punimeve duke futur 19 projekt ligje për diskutim në kuvend. Opozita akuzoi mazhorancën se po tallet me kuvendin, duke zhvilluar seanca të shkurtra pa lejuar debatin parlamentar.
Kryebashkiaku i Shkarkuar i Tiranës, Erion Velia, i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar vendimin e Edi Ramës dhe Këshillit të Ministrave për largimin e tij nga detyra. Në kërkesën e dërguar gjykatës, Velia e cilëson vendimin e Edi Ramës si një shkelje të rëndë të kushtetutës dhe rrezik për uzurpimin e pushtetit vendor. Sipas Veliajt, ai nuk ka konsumuar asnjë prej parashikimeve në kushtetutë që mund të sillnin shkarkimin e tij. Erion Velia akuzon Edi Ramën dhe Këshillin e Ministrave se kanë anashkaluar apo harruar qëllimisht nenin 115 të kushtetutës që garanton mbrojtjen e pushtetit vendor nga i qendror, duke krijuar një precedent të rrezikshëm e duke marrë kompetenca të cilat nuk i ka as kryeministri. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku nuk ka mohuar takimin e antarëve të kabinetit qeveritar në Aruba, por e ka anashkaluar me faktin se asnjë nga antarët e kabinetit aktual qeveritar nuk kanë qenë në atë takim. Ndërsa Balluku i kërkoi opozitës që të nxjerrë emrat, Tauland Balla sugjeroi që për këtë çështje të bëhet një kallëzim. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Nauka akuzoi parlamentin se po kthehet në noter të narkoqeverisë, që ka inkriminuar ekonominë sipas agjendës së vendosur në Aruba. Gjykata e posaçme refuzon kamerat për gjyqin e dosjes Partizani ndaj liderit të opozitës Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Marber Maltezi. Ky i fundit ishte shprehur dakord me kërkesën e gazetarëve që gjyqi të jetë publik, teksa GKKO aprovoi vetëm regjistrimin e planeve në nisje të seancës. Maltezi tha se kjo tregon që gjykata dhe SPAK janë bërë lepe peqe. Seanca u shty për shkak se SPAK kërkoi të njihet me disa kërkesa të palëve. Një 22 vjeçar nga Fusharzi, i cili ka probleme të shëndetit mendor, rezultoni zhdukur që prej datës 13 shtator. Elkrist Kola ka humbur kontaktet me familjen, ndërkohë që para se të largohej nga shtëpia, i ka thënë tatit të tij se do të dilte nga banesa, pasi një burr do të vinte ta merrte. Sipas familjarëve, ai ka marrë me vete edhe telefonin e babait, i cili deri në 14 shtator ka qenë i hapur dhe më pas rezultoni fikur. Vëllai i tij, Denisi, kërkon që të zbulohet nga policia se çfarë ka ndodhur me Elkrist Kolën, si dhe kërkon ndihmën e qytetarëve nëse mund ta kenë parë atë. Denis Kola kërkon më shumë angazhim nga institucionet shtetërore si dhe hetimin e tabulateve telefonike të vëllait të tij. Rikthehemi në studio dhe me që jemi të debatet që u cituan në parlament, sigurisht vazhdon tendenca dhe përpjekja e dëshpëruar e qeverisë, nuk e di ku e ka hallin, për projektligjin për barazin gjinore. Që e zhduk në fakt gjinin, nuk është se i barazon gjinit, por nese histori tjetër kjo. Ka pasur të debatet të tjera shumë interesante, ta dëgjojmë që Belindën me Kevis Balliun? Balliun, po, patjetër. 12-ën lutem edhe 13-ën. Më falë, ty mund të quaj bukurosh, se gjatosh, bukurosh, nuk mendoj që ti mërzitesh, apo jo. Do me thonë, ti the si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranushme. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Se e kam me kolegun tim, me kolegun Noka, për të cilin kam shumë respekt, prandaj dhe po i përgjigjem se unë zakonisht nuk është se konsumoj kohën e parlamentit me përgjigjet tilla. Mund të pyesësh edhe Fariun, edhe Jetën, se ande nga fisim ne jemi të bukur përgjithsisht, kështu që nuk na është dasha si lek, kupton? Meqense se e bëm pedante këtë si bisedë. Vazhdojmë me tjera zhvillime, miq të dashur. Sara Milen, me që jemi të... Po pra... Jam kurios si të duket Sara Mile zgjedhjet e ardhshme. Gjithashtu. Shumë bukur. Zot sa batuta që nuk bëjmë dot. Sa gjunaf. Dhe këtë të mirë kanë rrjetet sociale që mund t'i thuash sa gjëra që... Rrjetet sociale duke mos përfshirë TikTok-un, no? Gjithmonë. Dakor. Të lutem, Flavio. Jo, nuk do e them 4, të lutem.
Ka marrë një pyetje nga i gazetari nderuar zonja Ambrozia Meta në fillim të kësaj legjislature, që besoja ka për borxh publikut shqiptar, ta sqaroj se si doli më e votuar. Ka mundësi të flasur për procedurë? Po për atë. Që na hoqë fjalë. Nga dole më e votuar e burgut. Kjo është i pyetje që e presin të gjithë qytetarët e Elbasanit. Merr leksione nga Noka dhe nga Bardhi se e para s'di ta bësh, e dyta mirë është mos ta bësh. Faleminderit. Prap si dolem. U bën 3-4 muaj, është vetëm një pyetje. E thjeshtë është. Ose dëgjoj, le unë them ti bjem shkurt, na tregoj burgu më mirë, ku e gjetën. Nuk e ke keq. Mbase na shkon më shkurt kështu, edhe marrin vesh në Rrogozhin. Ora, me qenë fjalët e Rrogozhin. Si ore kanë kryetarin e dënuar ata dhe vazhdon, ai shkon. S'fon punë burri botës, pa pik turbi. Po si është i dënuar? Në shkallë të parë më për korrupsion. Si është i dënuar? Është i dënuar. Ke pasur Erion Veliaj? Se po të pyetje në këtë moment. Jo, Erion Veliaj, pas 5 vjetësh kur të mbaroj gjyqi, që do dënohet. Po. Ky është dënuar. Ky është dënuar tashmë dhe po shkon në... Dhe vazhdon të shkojë në punë. Nëse ky nuk është për kushtim, nuk di çfarë ta quajë. Nuk e lë sensi qytetar, sensi i përgjegjësisë ndaj qytetarëve që e kanë zgjedhur me votë pa drejtë. U detyrohet atyre. Dhe shkon në punë, është i dënuar. Mund të duar gjokasim dhe lejnë njësoj si në parlament. Po, nuk e di, meriton shumë ai Rrogozhinës, i dënuar shkon në punë burri botës. Nuk e di. Dakor, shojmë ca mesazhe të tjera. Dje kur u vonove, kujtova se mos ke fillu ke topi. Ishte në Aruba, besojo. Kam përshtypjen se e kam nxjerr fiksimin e të punumës ke topi kur isha 20 vjeç. Kur rritesh më se e kupton ca gjëra. Mirëmëngjes, syri shqiptarëve duhet të reagonin të djegin dhe djegin. Nuk e themi dot çfarë duhet djegin se quhet nxitje për dhunë. Buongiorno Flavio, dje ndoqja parlamentin, jam skandalizuar kur flasin dhe japin men ato zaret e kriminalit Ramon, pëlqen shumë ai mezi zarave, tok fjalë që i ri është brillant. Gocat e reja ti shkosh nga mrapa një kafshësh skandaloze. Ku jemi, ku kemi arritur. Pastaj kur mori fjalën Balluku me atë zërin dhe me ato batutat, nuk mund të shikoja më e fika televizorin. Ma carojnë më shumë, ka arritur sa s'mban më nga politikanët, nga spaku, të gjitha i duta mashtrusa, nuk e kuptoj çfarë po presim akoma. Kështu tha ai në Vlorë. Mirëmëngjes, Flavio dhe Greta, sa i përket për kryefjalën si trajgojnë shqiptarët, përgëzoj ata 2-3 vlenjat që u futën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës, dje pash dje me karakter forcë si ato 2 djem fisnik, pra vlenjat me gjak shqiptari. Koha e ka treguar se po fillojnë në Vlorë çdo qeveri bie. Me thënë drejtën, po fillojnë lushnjë është më e rrezikshme. Le që bëjnë kodë vlenjat dhe në lushnjë ka pasur gjithmonë më shumë produkt që nga kongresi i lushnjës. Qëndron, Ti qëndrojnë fakteve historike. Kur të tërbohet sa i mirë Koreshi, aty do jetë e frikshme. Vazhdojmë me telefonat, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju përshëndes? Edhe ne. Tema më pëlqen, po ma shumë po më pëlqen Daviti kur del aty në televizor që po ashtu. Aty duhet me qenë gjithë Davita, pra gjithë shqiptarët më bë Davita. Me thonë drejten. Edhe i lumt atij djalit, sepse të kishtet nuk e do ndryshi, vetëm me armë, me huj, me dru, me dreq, me të birë, me gjetë drejtat uja, pavarësisht se këtu nuk i gjenë drejtat asnjëherë. Dakor, zonë qëndron. Pra, Daviti bën një punë shumë të mirë, edhe kjo është një shtys për gjithë popullin shqiptar, se ndryshe nuk bëhet, nuk të nxjerr drejtat e tuja, kudo si qofsh. Sepse dyert janë të mbyllura kudo. Shko te shteti, s'ta hap kush derën. Rojet rrin, thuse këtu janë të rujt armikun. Jo se janë të rujt një vend që është i drejtë që të marrë pjesë populli për drejtat e tyne. Shko te spitali, qysh e dera atje do të me paguajt lekse për ndryshe s'futesh mrend. Shko te shkolla, mësuesi do lek. Lese kishte dal në pension shefja onkologjikut.
Shqyqyr si e ka hongër dreqit në egzoftat në pension. Egzoftat pension. Jo, nuk e themi dot edhe pse shefi e onkologjikut mirë që i ka lënë, nuk është puna se i ka lënë ajo pa ilaçe. Çështja është që ajo ka marrë përsipër misionin e neveritshëm të justifikojë mungesën e ilaçeve, madje kur doli pas vdekjes letra e Zyshina Kasimatit, ajo thatë mos ta marrim seriozisht atë se ishte e mërzitur çik nga smundja, nuk njoh njëri që ka qenë qef se ka qenë me kancer. Dhe mbi të gjitha ajo denoncoi kalvarin që ka kaluar çdo smur me tumore në Shqipëri. Edhe shefi e onkologjikut e ka relativizuar, e ka justifikuar, e ka manipuluar. Ndaj mund të themi që e ka bërë punën e saj deri në ditën e fundit pa lavdi, me shumë turp dhe pas një ditë lavdie. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi pas pak me lavdi. Një sekond. Kthes. Telefonat se e ka me impulsivitet e regjia jonë. Alo, mirëmëngjes. Mëngjesi. Mirë se erdhët, zonjë. Mirë se u gjeta. Më thoni. Desha të pas për temën. Pa tjetër. Atë shqiptarë, si do të reagojnë shqiptarë. Normalisht shqiptarë të shqiptarë një bukët të përfejnë gjumë. Sepse nuk përradojnë rritje të njërëve, spitalet, bodë si kur shembe disa ndërtesa, disa këto, prapë të prapë, dikushin nanës, dikushin njërkës. Sepse të lagjojnë, qikosh, është një e që ka bloku komplet hyrën tonë, desi një person nuk ka ka të kaloj, ka bloku 21 metër katrore vend, edhe vinë kalojnë aty, mojnë dhe shpetur, ikin. Palati jonë ishte blokuar komplet. Me ta vëglira, gjoja si kur i shtemben, me esë më prasë prapë, aja ka vendos komplet në murë. Palatin e parë, komplet e ka bloku. Ka godali smit, vjemi me të, len një makina aty, aja me karotresin edhe e heqë. Dhe me thënë, ashtë ka marrë nga shteti, sa ne nuk e një zëtë që t'i themi një fjallë. Me thënë këto janë, shqiptarit i ngrenë ushqimet nuk ngrihen, rritën çmimet për gjithë shka nuk ngrihen, shqiptarit si ravesh nga ditë nuk ngrihen. Sa flasë për shqiptarit. E vazhdoj me rafin, se që problemi ka? Edhe tjetra, gjela jo balukja aty, ka qenë 120 kg salopa gjysë sime, i ka nda për gjysë para kol për prapa kol, edhe dela të qëtë për bukuri shqiptarë. Për qa bukuri e ka ajo, zotë nga falë. Qa bukuri e ka ajo. Të vjetor pasaj qytet për bukuri se i ka portalet komplet me shëmtirën e saj, ka shëmtu edhe parlamentin gjitha të saramilën. Të vjetor, vetë si të flasin për halë të popullit, e flasin për gjithë shka që pëjmonë si populli, flasin për bukuri, dela jo, soratja zaj. Ajtë mati, dhe që. Po shqiptarët, që dur shqiptarën? Dalin kafe, i rritet një bukës, dalin kafe. Që ku t'i bat 1.500 lek kafe, pra se prapë kafe i shikon. Shikon. Kjo reagimi shqiptarë, dhe mundohen të dalin, sojnë... Gjeni kafe të re. Shqipëria kjo është, shqiptari jepi bukë, e dajak, edhe shqiptari pra se prapë është mësu në komunizëm. E kuptoj, zë. Dakord. Faleminderit zonjë për telefonatën tuaj. Mirëmëngjes, shqiptarët e djathtë janë larguar mërgim që në 2013 i kanë avash, sot janë pak në numër. Rama asnjëherë nuk i pyeti shqiptarët se çfarë duan. Bëri atë që globalistët deshën, ishte pjesë e strategjisë, dhe sot shqiptarët janë cullak dhe Plandemia e 2 do bëhet gati deri në fund të këtij viti. Atëherë do kemi diktaturë Plandemie. Është një fjalë që thotë që do e tentojnë. Mirëmëngjes Flavio, amanet Plarent Ndreca ku i humbi vula se ishte më i pastri, thoshte ai për veten. Plarent Kapelja Policit, të lutem syri shpalleni në kërkim. Qarkullon. Mirëmëngjes Flavio, takserat e ke bëj një pyetje aty kryetarit të Këshillit Bashkiak të Durrësit, pse i ke hequr mustaqet kur ishte doganjer në Durrës. Pëlqeu shumë ajo intervista, koleg. Me kreun e Këshillit të Qarkut. Interesante ishte. Po më interesante është ky mesazh që nuk e them dot.
Ka heq mustaqe. Nuk është se duhet ta verifikojnë në fakt, po është shumë e bukur. Për arsye pse ka heq mustaqet. Zoti Mullaraj, cilin e përshëndesim dhe e falenderojmë që gjeti kohën të ishte me ne atë ditë, pavarësisht se si shkoi biseda. Buongiorno, Flavia Kamet, kush aty te PD-ja, si ka mundësi, nuk po shikojmë një analizë. O, analizat do të. A kanë ardhur më tunës analizat do humbim kohë. Mirëmëngjes, Syria është vendi unik në botë që ujku thotë unë jam dele, neokomunizmi është më i egër se komunizmi. Këta janë grabitçar të lindur dhe që të ikin këta duhet vetëm luftë. Mirëmëngjes, sa për temën ka fol Amerika, mbi Amerikën s'ka qeveri qërri. Dakor, përshëndetje Flavia, Bashkimi i gjithë shqiptarëve për ta shporrur këtë narkoshtet të korruptuar, është mënyra si duhet reagojnë shqiptarët. Notë Roku ikën vetëm me revolucion. Pa më pas kush më bë. Mirëmëngjes Flavia, ko të bjem rrotull se e keqa ka emër në Shqipëri, vetëm Edi Rama. Frika e Akmares ka shkuar atë pikë sa zguxojnë njerëzit që punojnë të bëjnë një like. Duhet ta shporrim këtë maskara, pastaj shikon të bukurit e parlamentit nga syt këmbët. Të bukurit e parlamentit. Pëlqeu dhe kjo pjesa e frikës, po. Frikë jo. Kujdes po. Bukuria pëlqen më shumë. Atë shkretën, e zot shqyqyre kuptot. E njef? Është pak foto e kishë, ndërsa ka qenë çasti. Zoom, bëj pak zoom. Nuk mund të themi që nuk është simpatike, mund të jetë pak mbi peshë, po jo e bukur. Pse ngritë? Është momenti që duhet të ikim, kam përshtypjen. Hajde ku vend, hajde. Unë thashtë ishte Elisa Spiropali për i moment. Edhe unë një moment. Belinda është kjo? Ta një afroje? Op. është çështje e ngjyrave, tonaliteteve. Mosu afekto, si që thoshte edhe Spartak Ngjela. Publicitet. Si do thoshte Spartak Ngjela për publicitet? Nuk ka rëndësi me kë moderon. Nëse ka që do riktheheni sërish së bashku, apo jo?